Shkrimtari i mirënjohur dhe gazetari i televizionit Apollon, zoti Kozma Gjini, përuroi në vendlindjen e tij librin e ri Çunat e tokës së Floririt. Në takim morën pjesë intelektual, studiues, ish-mësues, banor të fshatit dhe të rinj nga shaku e periferia. Në këtë bashkëbisedim të ngrohtë, autor lexues kishin ardhur edhe intelektual që janë transferuar nga fshati dhe banojnë në qytete të ndryshme, si Tiranë, Durrës, Divjak, Lushnjë. Takimin e hapi me një fjalim të shkurtër studiuesi Hysen Koçillari. Ku ka më mirë se sa një libër ta promovosh në vendlindje? Sepse vetë vendlindja është jeta e çdo njerit prej nesh. Më gëzon fakti që Kozmaj nuk e bëri përurimin e vetë as në një akademi, as në Lushnjë, ku e ka gjallëruar më tej jetën e qytetit me aktivitetet e degës së lidhjes me transmetimet e mëdha që ka bërë, por erdhi këtu ku janë rrenjët tuaja. Kozma Gjini ka dhënë një kontribut të shkruar në ngritjen e nivelit të kulturës dhe traditave të figurave të trevës së muzikës. Bile dhe më gjerë, publicistika e tij ka ndihmuar autorin që të kalojë me sukses në letërsinë artistike dhe dokumentare. Ai ka lëvruar disa gjini letrare si tregimin, fabulën, komedin, novelën, poezin, romanin, shkurt, ai deri tani ka postuar 20 libra. Unë ndihem krenar me mikun tim të vjetër, i cili është përfshirë në disa vëllime me autorë të ndryshëm të përzgjedhur të vendit tonë dhe njerësh është fituesi disa çmimeve letrare kombëtare. Mund të veçonja këtu çmimin që ka marrë nga dora e Dritë Ragollit. Me 23 nëntor të vitit 1976, ku autori konkuroi bindshëm në vëllimi kombëtar të revistës Toseni në atë kohë, bashkë me autorë si Kadareja, Agolli, Shuteriki, Ysk Baraboja, Tasim Alie, etj. Dhe kjo është krenari që muzikari, ky njeri i thjesht nga fshati juaj të përfaqësohet në shkallë kombëtare me figura të tilla. Autori i librit Kozma Gjini theksoi se për grumbullimin e materialit lëndor është dashur një kohë relativisht e gjatë qëmtuar nga Arkivi i Shtetit dhe literatura në qarkullim. Libri Çunat e tokës së Floririt është mbështetur nga një staf bashkëpunues si Dimit Arista, Llambi Prifti, Miço Prifti, Rapi Ndoni, Sotir Dushi, Spiro Jovani, Thoma Koço e Vasil Damo. Ish ushtaraku Spiro Jovani, i cili ka shërbyer në skafin e presidentit të renditi disa argumente që fshatin shaku e nxjerrin si një vendbanim i lashtë që daton në vitin 1431. Pakën mund të impakt, po përmbajtja e librit është aq e madhe sa që do të mbetet në kujtesën tonë të përhershme. Në fshatin tonë, vendis jetës aktivitetet të mira që t'i ka jetuar, na kanë humbur dhe shumë njerëz të rinj, duke filluar që mbaj mend edhe unë. Doktori i shkencave Niko Ferro vlerësoi kontributin e autorit për sistemimin e informacionit ku rëndësi të posaçme merr dokumentacioni arkivor. Ne kemi folur dhe për atë zbulimin interesant të atij varri vendosur skeletet si për një tjetër. Kjo për mua ishte me interes sepse unë vim nga fusha e arkeologjisë dhe patjetër në skilazhe kështu më thuhet. Por patjetër që është dhe ai Flori i famshëm, ai jo më kot e ka zgjedhur këtë titull, kuptohet është një titull që të bën të reflektosh, ta shkonte edhe në fshat i shakut, por ai do ta lidhte me një zbulim arkeologjik që ka ndodhur në vitet 60-62 për zbulimin e një qypi të vogël me moneda argjende. Kryetaria e shoqatës adetare kulturore Muzeqeja Dega Lushnjë Zhaneta Këmbora vlerësoi me certifikatën deri muzeqes ish luftëtarët për liri Solli Damo, Selim Gubere dhe Sako Koço. Diskutantët e shumtë, e veçanërisht të rinj që e morën fjalën, nxorën dukje vlerat e librit pa harruar të përcjellnin dhe mesazhe me karakter edukativ. Radhë parë, ju falenderoj për librin, për studimin, e vlerësoj jashtëmarrëse. Mua evenimente të tilla më bëjnë zemrën mal, shpërndajnë kulturë, shpërndajnë njohuri, edhe gjithë e dim që kemi pak nevojë nga të gjitha
Nuk kam pasur mundësi ta lexoj librin akoma, por mezi po pres që ta lexoj.